kuadër të promovimit të traditës rome për herë të parë në Roskovec, është zhvilluar festivali Roma Romale 2025. Aktiviteti ka bërë bashkë artistë nga qytete të ndryshme të vendit, përfshirë Tiranën, Durrësin, Lezhën, Matin, Lushnjën, Delvinën, Ersekën dhe Fierin. Ishte një ide që na ka lindur më herët, ka pohuar kryebashkiakja Majlinda Bufi, por vetëm këtë vit u mundësua duke e kthyer Roskovecin në një qytet ngjyrash dhe në shtëpinë e pritjes së komunitetit rom nga e gjithë Shqipëria dhe jo vetëm. Atëherë unë sigurisht që ndihem shumë mirë, krenare, privilegjuar, që për herë të parë në Shqipëri, në Roskovec, ne zhvillojmë një aktivitet që nuk është bërë asnjëherë tjetër, festivalin Roma Romale, që bën bashkë pothuajse shumicën e grupeve rome, atyre që promovojnë dhe që trashëgojnë kulturën, traditën rome, jo vetëm në këngë, por në muzikë, po edhe në kërcim. Ishte një ide në fakt që ne na ka lindur ka herët, por nuk ishim bërë si duket kushtet dhe rrethanat bashkë që kjo gjë të realizojë. Dhe këtë vit ne menduam që në javën rome, jo specifikisht në datën 8, sepse të gjitha, po themi, institucionet, gjitha organizatat kanë aktivitetet e tyre, gjykuam që në javën rome, në këtë fundjavë, ne të zhvillonim këtë aktivitet dhe dua të falenderoj këtu Ministrinë e Kulturës që na mbështeti për këtë aplikimin ton. E gjeti me vend të shumë të bukur dhe ne sot jemi duke përjetuar një Roskovec ngjyrash, një Roskovec që është bërë shtëpia e pritjes dhe mirëpret, mysafir të komunitetit rom nga gjithë Shqipëria, por jo vetëm. Ne kemi sot një grup special nga Maqedonia e Veriut, të cilët ju përgjigjen ftesës tonë dhe Roskoveci nuk ka qenë asnjëherë më i bukur se sot dhe me kaq shumë, po themi, antar të komunitetit rom, të cilët vinë me kaq shumë dashuri, me kaq shumë gëzim dhe shprehin kënaqësinë që ndjejnë për këtë aktivitet që në fakt bëhet për herë të parë në Shqipëri. Pjesëmarrës në këtë festival ishte edhe një grup nga Maqedonia e Veriut, në drejtim të Ermina Redjepovës, e cila e ka vlerësuar këtë festival të kërcimeve tradicionale, muzikës dhe veshjeve tradicionale të këtij komuniteti si një ogur shpresëdhënës për të kthyer në traditë dhe për të ndihmuar në integrimin e këtij komuniteti në këtë moment të përpjekjes kur Shqipëria aspiron për të bërë pjesë e familjes së madhe europiane, ku integrimi i pakicave kombëtare është një ndër kushtet që duhet parë me prioritet. Dhe është kënaqësi që jam pjesë e këtij aktiviteti që zhvillohet në qytetin e Roskovecit. Është herë e parë që zhvillohen aktivitete të tilla, sidomos për komunitetin rom dhe egyptian. Shpresoj që këto aktivitete të ndodhin dhe në qytete të tjera, si është qyteti Beratit dhe qytetet e tjera që kanë kontingjent të komunitetit rom dhe egyptian. Nga qyteti i Klosit, përfaqësoj grupin folklorik Petralba Klos. Jam shumë i gëzuar sot që jam pjesë e këtij koncerti për herë të parë këtu në Roskovec dhe falenderimi shkon edhe proprietarën e bashkisë, patjetër, sepse ka bërë një ftesë dhe jam shumë i kënaqur me këtë ftesë dhe shpresoj që edhe në vitet në vazhdim të jem pjesë e këtij koncerti. Festivali Roma Romale solli ngjyra, muzikë dhe energji për të gjithë komunitetin, i cili beson në fuqinë e kulturës për të ndërtuar ura dhe për të promovuar bashkëjetesën.